Na ishte njëherë mbreti o njësha. Mbreti e shai me kuror, ai që ka atë mbretërinë, ai që komandon gjitha gjërat. E tashi na kishte një shok. Edhe me shokun e i rrinte gjithmonë bashkë, ishin rritur të dy tokta. Mbreti e shoku nuk ndaheshin ta asnjëherë nga njëri tjetri. Tashi shoku i këtij ishte shumë i zgjuar, shoku i mbretit. Për kohë time ishte shumë i zgjuar e i kapte të gjitha gjërat. Tak ndodhte një gjë, tak liste syt kështu ai e gjan e përgjigjen. Po përgjigje të thekte. Edhe mbreti tashi, nga që ky ishte shumë i zgjuar, e kishte bërë ministër të mbretëria e vet. Edhe ministri tashi, ju e dini çfarë bën ministri. Edhe një ditë po rrinte mbreti me shokun e vet. Po rrinë të dy tokta. Edhe i vjen një dhuratë mbretit, i erdi një kuti këshu, ja dje një kuti unë, ja një kuti këshu, edhe brenda kutia tashi na kishte një shpat madhe, për shembull, që është luga po shpat. Edhe e hapi mbreti shpatën këshu, kur e hapi shpatën ai, opa i ra shpata nga dora, edhe tak, gishtin e madh të kemës e preu. Iku gishti i madh i kemës edhe po i dilte gjak. Ja bende mbreti holele gjaku, o po më dhem kema. Tashi shoku i vet ishte aty ngjitur. Edhe pa mbretin kështu ai, edhe me çik buzëqeshje, o mbret mos u mërziti, thot se çdo gjë e keqe që të ndodhe ka një të mirë nga pas. E pa mbreti kështu atë. Po ky qa thot mbreti me veten e vet. Mua po më dhem gishti edhe po qaj o lele, që thot që kjo e keqe na pas ka një të mirë. Po thot me veten e vet. Edhe e shikon kështu, pastaj i thot një rojes aty te mbretëria, i thot hajde çik tu, i thot edhe merre këtë shokun tim edhe fute në burg. Se u mërzit mbreti, se mbreti po i dhamte gishti kemës. Shoku i vet i thoshte mos u mërzit se çdo e keqe ka një të mirë, hese do bësh mirë. Po mbreti s'duronte kështu, për kokë time s'duronte dot mbreti. Ishte shumë gjak nxehtë. E marrin ata rojet e më ta futur në burg shokun e mbretit. O babo, pa i shoku mbretit ai nuk u mërzit. Ai iku në burg duke qeshur. Edhe mbreti u habit. E nejse më të kalon një cak kohë, një 2-3 muaj. Kalon një 2-3 muaj tashi mbreti na ishte mërzitur, se ishte mërzitur duke u shëruar gishti kemës, edhe tha, do ta marr këtë shpatën me vete, më të marr një hark, më të marr edhe kalin, edhe do iki në pyll, tha, do gjuaj në një drer atje apo në një derë të egër. Edhe kështu bëri mbreti, më të marr këto edhe më të nisur atje te pylli. Ec, më të vajtur te pylli. Tashi te pylli e kapi kanibalet. Më ta kapur kanibalet, më ta marr, më ta zhveshur, më ta varur te pema të gjallë. Aty tashi u kujtua shoku i vet ati. Tha ai më paska gënyer, tha, Mirja Bera tha që e futa në burg për shokun e vet. Tashi më të kaluar një ca minuta, edhe do vinte komandanti kanibalve. Komandanti kanibalve na thoshte një ritual, për para se ta hanin atë gjengta, atë njeriun, se kanibalet këshu janë, hanin njerëz më përpara. Edhe, për para se ta hanin, do këndonin një ritual, një himn, një virsh. Por, kur shikojnë mbreti ta, mbreti tash na kishte nën gishtat e kema. Te kemët e të dyja. Edhe thot ai komandanti, thot, mos, thot, ja dhjefsha tem në semës, nuk e han dot këteni. Pse e than ata? Se ky ka nën gishta, tha ai. Edhe ajo feja jon, ajo gjeja jon, nuk na i lejon ne këtë gjë që ne ta ham. O, gëzua mbreti. O, të gëzuar të mbretit, o të mirë të maleve, për kokë time. Më të zbritu mbreti, më të zgjidhur ata, më t'i dhenë robat, më të marrë harkun, më të marrë shpatën, kalin, edhe do ikte të mbretëria,
se po I vinte shoku në mendje për kokë time, e qysh mund të vi unë juve ndonjëherë kur të ndodhi ndonjë gjë. Edhe po I vinte shoku në mendje dhe tha, gjën e parë që do bëj, do t'i them atyre rojeve që të lirojnë shokun tim sa I kishte të drejtë. Po për kokë time kështu beri. Tuku me kalë mbreti, më të arritur atje tek deri mbretërisë, edhe I thot atij të rojës, nxirr ma qik shokun, I thot me vrap. Edhe më të vajtur roja, me vrap, se po tha mbreti me vrap. Mbështyn mbreti, është tha mbështyma, to që kokën për kokë time. Edhe më të vajtur ai, më të ardhur shoku. Erdhi shoku I mbretit, po qeshte, ishte I gëzuar. O mbreti, thot ajo, vlla im, ka marr malli, ku je? Edhe hop, hidhet mbreti ai, gati sa sa ka fshojna dashuria për kokë time. Sa ata njerëzit që kanë dashuri, që kanë të vërtet, ata të mbysin kështu, të kafshojnë. Edhe I thot ai, o mbreti, thot ai, qa kje se të shikoj të turbullosur? Se shikonte për kokë time, shikonte fytyre se ishte I zgjuar. E një rob I zgjuar gjuhën e trupit, për kokë time kështu është. Edhe thot mbreti, për kokë time, I thot, ti kishe shumë të drejtë për atë gjë që më the. Që çdo gjë keqe ndodh për një arsye. O, tha I, po pse çat ka ndodhur? Po ja, tha I, kështu, unë vatat e pylli, tha I, më kapën kanibal dhe për qik më hengrën. Po malë që më preu ajo shpata gishtin që më lanë, se nuk lejojsh që të më hanin. O, aty gëzua me shumë ai shoku I vet. O, të keqe në mbret, tha I, o, zoti ma, tha, faleminderit që më fute në burg. E pa mbreti kështu atë, pse I tha mbreti, për qa? Po, unë me ty rria gjithkohën bashkë, tha I, rinim gjithkohën bashkë, ne, tha I? Po, 16 orë, 18 orë në ditë. Po, I tha mbreti. Po do kishim vajtur bashkë, ne, tha I, do kishim gjuetur të pylli. Po, I tha mbreti. Do me kishim kapur të dy. Po, tha mbreti. E, po, mua do më kishin ngrenë, edhe ty do të kishin lënë, se unë I kam gishtat në rregull, I tha I, kurse ti ke mangët. O, tha mbreti, për kokë time, që nga e vërtet kjo, tha I, që po të ndodh ka një gjë keqe, ka një të mirë na pas. Se shikoj, tha mbreti, mos kisha futur ty në burgun, do kishim vajtur bashka tjene, tha, e ty do të kishin ngrenë, edhe mua do më kishin lënë, e unë do kisha ngelu pa shok, I tha mbreti, për kokë time. Unë këta kam mësuar në një filozofi angleze, po, për kokë time, edhe është një me një. Është një me një ilaç se, kur më ndodhin ca gjara mua që na vegjlia, vrisja mendjen unë, thosha unë, po, që ka ndodhur për këte, që për atë, që për këte, edhe pasaj deri sa u rrita edhe I qova gjerat pasaj si puna ati lumin që jetë së villë, që e dia pasaj çdo gjë që ndodhte për këtë arsye, për kokë time. Po e pëlqeu si histori, ndajeni edhe të tjerëve se ka njerëz që ka nevojë. Po isha tap topi edhe nuk more vesh asgjë, lera ty ku esh edhe se vazhdojmë programin e tjerë. Mirë.